Më thënë, kjo është realiteti hidhur që unë theme, kupton? E them me shumë keqardhje. Sepse kjo shoqëri, aq shumë njerëz dhe individ të zgjuar dhe profesionistë ka prodhuar sa ne sot duhet të ishim ndryshe. Dhe fund fare vim në këtë pikë. Kur i kemi hapur rrugën kriminalit, i kemi hapur rrugën të fortit, i kemi lënë dorë të lirë për të ndërtuar ata mënyrën se si do të zhvillohet aktiviteti ekonomik në qytet. Kjo shoqëri nëse ka ardhur në këtë lloj drejtxheje sot, nuk është vetëm faji ynë. Këtë ne ka imponuar politika, Elmer. Nëse të fortët ne që sot i kemi në për zona, në për lagje, në për qytete, ja dim emrin, i ka imponuar politika për të fortë. Sepse politika i dha leje këtij personazhi të emëronte drejtorin e hipotekës, një drejtor arsimi, një drejtor spitali e tjera me radhë. Këta nuk i emërua mund dhe ti. Në momentin që Almeri dhe Andi e din që ai drejtori i hipotekës ka lidhje me një grup të caktuar kriminal, që të priten krahët, Almer.